Shumë femra shkojnë bëjnë muhabet me shoqet. Një shoqja mund të orientoj shumë keq. Ose meshkuj që marrin këshillime nga shokët. Shoku ka kaluar vetë fatkeqësitë e tij, traumat e tij dhe të këshillon në mënyrë të gabuar. Ka shumë shok që hedhin helm tek pjata e tjetrit. Po, po i referohesh në faktit që ne ta njohim që ekziston një problem, pandemi, si vut emrin juve, statistikat tregojnë që divorcet po rriten, pra ne në fakt 2024 kemi parë që janë rreth 30 divorce për 100 martesa. Divorcohen kot se nuk më mandani. Ka shumë shkaqe, Shkaqe duhet të diskutojmë. Shiko, Ornella dhe Jon, keni marrë përsipër në vend që të trajtoni një temë që për vetë natyrën e këtij emisioni që ka pak humor të këndshëm brenda, është një temë shumë delikate. Është një temë shumë delikate dhe unë them që dhe në humorin tonë dhe në batutat tona duhet jemi shumë serios kur ta trajtojmë këtë çështje, sepse është një temë që prek institucionin e familjes. Unë them që një divorc nuk i ngjan tjetrit. Nuk ka asnjëherë ndarje apo divorce për të njëjtën arsye, sepse çdo çift ka ato specifikat e veta. Jo pak a shumë aty rrotulluan ata gjithë. Kategoria, më thonë. Më ktheu kurizin, i ktheva kurizin, më shau, bërtiti. Nuk është për t'i dhënë faj as njërit as tjetrit. Po pse? Tani, në kuptimin sociologjik, unë gjykoj që shoqëria shqiptare është një shoqëri që po shkon drejt hapjes, drejt një dinamizmi më të madh se ajo që ka pas. Pra që ka pozitive që ka divorce? Tani pozitive, kjo është një problematik që hasin të gjitha shoqëritë që nga mbyllja shkojnë në hapje. Jo, nuk... Atëherë duhet duart trokitur, pra nëse kemi një rritje